të punonte në momente gërmadhash. Gërmadh e majta e Partisë Punës, u desh ky në krye që ta ringrinte. Gërmadh Shqipëria, do i ky ta qeveriste. Gërmadh partia në 2002-shin? Gërmadh edhe e djathta. Domethënë, Dimojt e djatën të ringrije, po, e vërtet. Ky është rasti kur tjetrit mund i thuash misionar. Është misionar, pa diskutim. Ne apo pa dashje? Po, me dashje, sepse ai e ka marrë përsipër me vullnet të plot. Sepse në njerë më duket sigurisht e një prirje e natyrshme e ti. Pra e thoshte, ai imponoj personalisht. Imponoj si karakter. Gjithkush që është i përgjegjshëm në këtë botë, kur merr përsipër një detyrë, besoj unë ka një dilemë. Se përndryshe nuk e normal. Koli ishin rreth 80.000. Se do të flasi kulla. Po jo, po them këtë gjë. Te kaluat. Po pra, po. Ka ndodhur Duhet të them dhe këtë një gjë shumë e rëndësishme. Ishin 80.000 komunistë, antar të Partisë Punës që mbetën deri në Kongresin e 10, nga 100 e ca mijë që kishte Partia e Punës në statistika deri në atë kohë, dhe këtë mas 80.000 antarësh, Fatos Nano arriti ta mbante jo thjesht me iluzionin, po me aspiratën, me frymën, e të qenit bashkë në një aksion që një pjesë e mirë nuk e kuptonin, se nuk e dinin çfarë ishte socialdemokracia, europiane, etj, por mënyra se si sillej Fatosi, mënyra se si Fatosi e krijoi atë ekipin që tha Petot, kohezionit me një grup intelektualësh që ishin nga më të zotët e fushës tyre në Partinë Socialiste. Po të përmendim emrat e kryesisë parë të Partisë Socialiste, domethënë dhe të shikosh me ku kemi sot është pa bazë krahasimi. Pra ai arriti të mbante këtë frymë dhe me këtë frymë të krijonte edhe raportin e vet me masën e antarëve të partisë, të cilën ai e kishte me vete në shumicë në çfarëdo lloj rrethane që dëgjonte. Dhe kjo është aftësia e një lideri politik që di të hyjë në sintoni me rezonancën shpirtërore të atyre njerëzve. Nëse nuk është se mbajti, po themi, antarësinë e Partisë Punës. Për shembull, ne në Fier e kemi bërë partinë duke krijuar komisione organizatore në të gjitha, po themi, ish komunat, njësitë administrative. Dhe shumica antarëve nuk ishin nga Partia e Punës, ishin antarë të rinj. Antarë të rinj. Për shembull, të themu në një fshat që quhet Radostin, ti s'besoj se të ka qenuar ajo. 40 antar partije, fushatave i kam bret gjitha fshatet. 40 antar partije, asnjëri nga Partia e Punës, asnjëri. Pa e toni kështë prefekt të zgjedhjes Nanos në kryet PS-s. Jo, po them që ka qenë një proces. Po kjo ishte pyetja ime, pra, e lindi Nano, e krijoi Nano PS-n apo e lindi PS e Nano? Nano kishte, po themi, aftësinë për të qenë frymëzues. Nano dhe kur qenë në burg ishte më frymëzuesi për ne. E vërtet është, e vërtet. Kulla, ku po gabonim në... Jo, nuk është u gaboa. Ka përsyet një gjë që është shumë rëndësishme. Katarsis. Është 2001-shi që pastaj çonte katarsis. Kur bën zgjedhjet 2001-shit, fill pas zgjedhjeve 2001-shit, e mbaj mend gjithë, po është një element, është ai staff retreati 3-4 ditor në Korfuz, ku bë marrëveshja. Ti e di që unë për arsye familjare kam gjuhë edhe ndryshe çështjen. Jo, unë e di për arsye punës, se ti e di kush e ndërmjetësoi atë takim. Po pikërisht për ne po të them. Edhe atje u arrit marrëveshja që në këtë mandatin e dytë të qeverisjes, në pishin, në një pishin. Se do zgjidhej presidenti në 2002-shin, në këtë mandatin e dytë të qeverisjes do të bëheshin kush do merrte partinë, bashkinë e kishte Rama që sapo kishte ardhur dhe kishte fituar. Jo Luani, ky tjetri. Kushëriri. Po. Kushëriri gjatë. Edhe Nano do shkonte president dhe Meta do mbete kryeministër. Dhe qefi madh dhe nga ai takim pastaj deri në momentin e katarsisit, aty është luajtur një telenovel turke me thika kundër prishën pakte. A është vërtet që në atë moment Nano i ofroi Metës dhe qeverinë e partinë? Qeverinia ka ofruar këtë e di, për partinë nuk jam shumë i sigurt, po di që ata kanë bërë një marrëveshje dhe marrëveshja pastaj nuk është respektuar. Unë di edhe pse s'është respektuar marrëveshja, po për respekt Fatos Nanos nuk do ta them, edhe Tilir Metës, nuk do ta them këtu. Një gjë shumë banale në fakt, jo për një arsye politike, por nga siç nuk ndodhte pak. Nga ai dhe këtu ishte dualiteti Nanos, ha? Nga ai moment deri në ribërjen e qeverisë ku Nano shkoi kryeministër, këta e din mirë se kanë qenë
shefat të rëndësishëm në atë kohë, Luani ka qenë ministër në 3 ato qeverit që u bën aty, aty ka qenë tamam ai libri në Shattoze. Sikat. Martin, para se, domethënë, njerë është bërë votimi për kryeministër. Kur është bërë votimi për kryeministër, praktikisht... Po përse e kohë e burgut. Jemi akoma të kohë e burgut. Duhet të sjellim pa kohën e burgut, Martin. Se dhe unë e kam takuar në burg. Se kam parë dhe atletën që të ka shkujt Fatosi. Po, e vërteta është që edhe pse shumë pak vite në politik, Fatos Nano bëri atë që ne pa frikë mund të quajmë epokë, për shumë arsye dhe fakti që edhe me ikjen e vetë tregoj se sa popularitet kishte, tregoj pikërisht të, domethënë që ishte një njeri, unë e kam njohur Fatos Nanon në legjendat që thuheshin atëherë, kur ishte një intelektual që kishte ardhur, nuk e njihte njeri, dhe që fitoi në Tiranë i vetmi nga ish Partia e Punës në 91, nga Partia Socialiste. Dhe edhe atëherë bile me balotazh. Që nga ajo kohë më pas, unë ndonjëherë fati të sjell gjëra krejt të paimagjinueshme, unë përfundoj në një qeli me Fatos Nanon. Ndërkohë që përpara... Në një qeli? Jo në qeli, në burg. Përpara... Në një katë? Po. Përpara e kisha takuar dhe ditën që i është hequr imuniteti, i kam marrë një intervistë për koha jonë, atëherë ishte shumë e vështirë, kishte shumë komplekse për efektet, sepse ishin ato vitet e 91-92-shit. Vitet demokratikase. Po, vitet demokratike dhe ishte shumë demokratikase. Por, unë shkoja pa frikë tek shtëpia ati dhe... Se po e shohim në foton tënde me Fatosin. Gjatë 4 viteve që ai ka qenë në burg, kam shkuar shumë më tepër tek shtëpia e Fatosit, se sa tek shtëpia ime dhe e kam për nder. E dyta është fakti që në burg pasaj... U bët shok burgu? Po, shok burgu. Më futën ditën e parë tek qelia me Llami Gek Priftin dhe Hajredin Qelikun, dhe ishte tek ajo dera që Torkizës është një hapësirë e vogël, i pari që erdhi ishte një polic, pasaj erdhi Ramizalia, sepse ishte koridori në një katë, dhe më pas erdhi Fatosi edhe tha, kujdes, ta nuk do rrish shumë këtu, tha, do të qojnë në një qeli tjetër. Dhe mas 2 ditësh, me dërguar në një qeli ku isha vetëm. Me porosit Fatosit? Jo. A e ma tha. A i dinte gjdo gjë, kishte gjdo lloj informacioni që bëjnë në burg. Dhe kështu edhe unë krijova lidhjet pasaj me policë, me të tjerë, jashtë atyre të shikut dhe tjera, dhe edhe kur shkova tek qelia e të mërshme, ku kishte qenë edhe ky vetë, një ditë përpara unë përgatita dhe të nesëm unë përfundova tek ajo qelia ku ishte një skëterë e vërtet. Unë kam një komunikim që mund ta quaj njerëzor dhe tjashtë zakonshëm dhe e gjitha është me letra. Do më nga qelia se pasaj ndryshova katin. Dhe ishe shumë vështirë. Pra ju komunikonit me letra me njëri tjetër? Nga qelia në qeli. Nga qelia në qeli me letra. I kemi, regjia i ka ato letrat, po. Kam shumë, sigurisht, ky është një rast kur... To e letrat e Luanit. To e letrat e Luanit. Pa ato tjerat për para janë të Martinit. Jo, pasi të mbaroj Martini, ajo letër ka një domethënie. Kjo është e Martinit, besoj. Ajo letër ka një domethënie shumë interesante për të kuptuar konceptin e reformimit të partisë që Fatosi e shprehte shumë më herët se sa kur filloi fushata për katarsis edhe ku diun çfarë ndodhi më pas. Unë kisha një pseudonim, a i kishte një pseudonim. A i quaj Polburg, unë i thoja Policburg edhe i shkruaja Polburg, në mënyrë që letrat, kur vetë Fatosi vendosin që ne këtë komunikim mund të ruajmë, sepse është me vlerë ndoshta,
Dhe unë e kisha thjesht lema, do më bashkimi i mbi emrit me emrit, dhe ndodhe që redaksia mua një dit në prill të 94 më kërkoj një intervistë. Mi po, unë e kisha shumë vështirë të bëja edhe pyetjet vetë edhe intervistën. Ndërkohë, avokati, unë dhe Fatosi kishim të njëjtin avokat. Agim Tirana. Agim Tirana, po edhe përparimi, po Agim Tirana ishte imi, dhe që thot, bëj intervistën se do t'i bëjon pyetjet. Edhe a i më dërgoj pyetjet. Fatosi me letër, pyetjet. Unë i dërgova përgjigjet, u botua intervista, unë bëra një gjest që më duk krejt normal. Në mënyrë që të dilte intervistuesi, unë zgjeta një simbolik, edhe është aty, intervistoj Eda Sokoli. Eda dhe Sokoli janë 2 fëmijët e Fatosit dhe ati ai u emocionua shumë dhe është shumë rëndësishme të lexoj vetëm një pjesë ku thot sa e plak Martin. Dhurat më të bukur publike deri më sot nuk më ka bërë njeri. Të falenderoj nga zemra dhe të jam borxhli për Eda Sokolin dhe e dashur Eda, u ke dhënë zemrë fëmijëve të mi më shumë se çdo fjalë ime. Etj. Tani problemi është se ne themi për masat politike, intelektuale të tjera Fatos Nano. Fatos Nano ishte njeri, do më thënë, si gjithë të tjerët, dhe jo si gjithë të tjerët, por në fundit ishte njeri. Rasti dytë, për shembull, ka qenë në burgun e Tepelenës, kur unë bashkë me të tjerë shkuam të jepin lajmin e vdekjes së Marijes, nënës, ajo ishte në fund dhe ai kuptoi gjithçka. Mbaj mend që atëherë ka shpërthyer në të qara dhe nëse nuk më japin leje, më tha, për të shkuar, ti do kesh një inqëzime dhe ka thënë disa fjali në telefon. Ishte një shpërthim. Do pas me telefon të vogël. Me kasetofon, po. Me kasetofon të vogël. Telefon. Po pra, me kasetofon. Ato përdornim në gazetar. Po i dhanë leje dhe ajo nuk u përdor. Por aty kam parë se çfarë do thotë ti je njeri. Okej. Ilir, sepse ti e ke njohur edhe në etapa të ndryshme, edhe kur kishte pushtet dhe kur nuk kishte pushtet, pra dhe kur ishte thjesht Fatos Nano. Sigurisht ai u zgjidhet bërë se Petru që ta afrojmë unë me Fatos. Ashtu, a? Ideja është sa Nano ishte dhe... I kam thënë Nanos atëre, i thash... Për Ilir. Ilir Kulla është një djali tillë. Jo, ne njiheshim, po Petru Bosebep. Po me që këtu i kishte afruar disa tjera, ndërta dhe... Ose këshilltari thash për... Ndërta dhe Celibashi dhe Benametaj. Ky e kishte afruar të dy. Rajonale. Nga ty e kemi peshesh dhe Benin. Nga ky. Nga ky. Ose i thash për komunitetet fetare. Kjo ta dëgjoj fjalën. Mbasi u takuan. Do flasim pak, po zgjidhet në krye të PS-s, ndoshta jo me vullnetin e tij të plot, në kuptimin jo si ide e tij, po e propozuar Ilir. Burgoset jashtë dëshirës tij. Temi bën një burg totalisht pa drejt. Si që ato është vetë me parapagim. Me parapagim. Ndërkohë, merë drejtimin e Shqipërisë shkatruar. Pra në ditën... 2 herë shkatruar. 2 herë shkatruar. Pra edhe në të njëshën, edhe në edhe 7-ën. Merë përsipër të ringrej pësën pas një vetë shkatrimit saj, pas temi procesit që pasoj katarsisin. Largohet, sa është Nano, a do ishte Nano, a i Nano që ne për cilin e përflasim, nëse nuk do kishte pasur këto rrethana. Pra nëse karriera e tij do të ishte e shtruar mbi pekuli, si ajo e Sali Berishës. Po jo, mos do ishte, dhe ai është historia e tij është pikërisht unike për shkak të faktit që ishte kundra pedal në çdo vendim të madh që merrte për shkak. Mua
ka lëmë pa mendje një herë, i thash, por pse se ke fut në burg ti këtë, i thash një batut për Berishën. E më tha, mu dhe ti hajvan, pak përdori një shprehje tjetër, dhe ti hajvan, tha, si gjithë tjerë ti, tha. Po nga kthesa kam se lartë, tha, gjithë Berishën votojnë, tha, pëse do filloj luftën civile, pëse keni këto mendje, tha. Lidhën mendje e edhe 30 vjeç, tha. Kështë e fatosi. Nuk është se, në qëfëse se njifje, ti e ke njohur mirë nga afër, a i kuj ishte, i vinte edhe batuta, i vinte e natyrshme. Pse, sa i shifte më larkë se tjerët. I them një herë unë... Dhe paradoksalisht, kur donin ta shanin e quanin Qorri. Po, jemi kishim pseudonime këta. PS-ja e 91, 96 ishte një ilegalitet. Jo, ajo ishte një nofk që përdorej në intimitet, konfidencialitet, që punonte më herët në ekipin me cilët punonte. Si ish Qorr nuk asun nuk e merja kur për fyre. Edhe ndër ne, kur thoj për ty për shembull Qorri, thoj. Po, s'ka nuk e merja për fyre. Nuk e merja për fyre, në rregull isha. Po, Eli. Edhe ishte zgjedhur Bamiri president dhe unë me Fatosin ishim në Budapest, nuk e mbaj mend për çfarë. Edhe i thashëm, po jam, do vi shpejt 2012, do jeshti president, do have dhe tje. Pa, më kështë. Akoma se ke kuptu më tëmë. Sa tjenë këta, tha në qarkullim, tha, sa herë zbresë unë fushta, bëhen bashkë kundër me, tha, nuk më lek kush më të bëhen president. Përse? Sa herë zbresë bashkë, përse? Po, më kanë frikë, tha. I thashëm, po ti që do bësh? Unë tha, do i fusit tërheqme, tha, dhe kur të mos jem unë do karamojnë me njëri tjetërin, tha, do bëhen cop-cop. Mbaj mend, tha, se unë do shazdojem, tha, po mbaj mend, tha, do të kujtojnë, tha, se si do bëhen cop-cop me njëri tjetër. Dhe kështu ndodhe. Dhe kështu po ndodhe sot. Mirë, do shkoj pak publicitet dhe të flasim pak. PS-ja, pas Fatonanës, më mirë apo më keq? Rikthehemi pas pak.